Janë vetëm dy tipe njerëzish në këtë botë, të mirët edhe të këqijt. Një uroj që të gjithë më të mirën, edhe pse nuk e kam marrë shpesh këtë urim mbrapsht. Kuptova se si në zemër të Shqipërisë mund të gjesh një vend aq të paqët. Stova vetëm me faktin se sa mirë nditi evidentoje të njoh karakteret e tjera që ishin në pjesën e saj loje. Hyra vetë në atë lojë edhe pretendoja që ta fitoja po i vetëm. Unë vi nga betoni, unë vi nga qendra, nga qyteti, dhe nuk kam patur eksperjenca në fermë. Puna e preferuar në fermë ka qenë të shkoja në stallë, që të merrem me kafshët. Kisha parandirë, kur erdhi mama e babin tim që të vizitonin, kur e bash mamën tim të ishme të zeza, edhe pse ajo nuk e pranoi, do të doja minimalisht që ti isha pranë saj. Pranë saj. Pranë saj. Big Pasta, urime përfitore në ferma VIP. Si ishin këto ditë pas gjithë atij izolimit? Faleminderit shumë për urimin, gjithë këto ditë pas fitores ishin të mrekullueshme, duke marrë parasysh feedbackun që kishin njerëzit pra publiku jashtë, duke më daluar, duke më uruar, por edhe pse nuk e kam për zakon, fillova të lexoja komentet, kisha shumë komente pozitive dhe jam shumë i lumtur për këtë pjesë. Ke thënë që ke një projekt për të investuar 100.000 eurot. Cili është? Kam disa projekte në fakt, përvaret kush do fitoj nga projektet mia, por ai më kryesori është të ndërtoj një fermë timen, që ta kem për vete, për djalin edhe për vesën. Çfarë të mësoi eksperienca në raport me të tjerët? Eksperienca në raport me të tjerët më mësoi një e para punës që janë vetëm dy tipe njerëzish në këtë botë, të mirët edhe të këqijt, dhe e dyta e punës është që ka shumë njerëz që akoma vazhdojnë mendojnë që qëllimi justifikon mjetin dhe nuk din ta ndajnë shapin nga sheqeri, siç e kemi atë shprehjen, por megjithatë unë uroj që të gjithë më të mirën, edhe pse nuk e kam marrë shpesh këtë urim mbrapsht, por thjesht nevoja për të pasur një harmoni në komunitetu shumë më e madhe se sa për të pasur përçarje. Po në raport me veten çfarë mësove, çfarë zbulove më shumë? Në raport me veten zbulova se sa të rëndësishme e kam patur një lidhje shumë të ngushtë me natyrën. Mësova dhe kuptova se si në zemër të Shqipërisë mund të gjesh një vend aq të paqët dhe ishte një lidhje jashtëzakonshme edhe me kafshët, ajo ishte kryevepër. Dhe mbi të gjitha testova vetëm me faktin se sa mirë diti evidentoje të njoh karakteret e tjera që ishin në pjesa e asaj loje. Ke thënë që brenda ke qenë më shumë Geri se sa Big Pasta. Pse? Sepse ishte më e thjeshtë. Ishte shumë më e thjeshtë që t'ishe vetvetja nga fillimi deri në fund, se sa të imitoje dikë tjetër ose t'ishe dikush që ti nuk je. Aty e pash sinqerisht se si vetja ime përtej artistit që unë jam, do më ndihmonte shumë që të bëja një lojë të mirë dhe një strategji e cila do më nxirrte fitues në fund ditës. Kur e kuptove që do ta fitoje? Ka qenë shumë vonë faktikisht, ka qenë shumë vonë, ka qenë momenti i natës finale, kur pata atë nominimin kokë në kokë me Big Mamën dhe që Big Mama o eliminua, dhe aty thashe, po, okej, tani kam 85% a mos më tepër të shansave që unë të fitoj, sepse në fund mbeta unë me 3 lojtarë, me 3 fermerë cilët kishin bërë një lojë deri diku të rrezikshme, por full me ofendime dhe me bullizime, të cilat shpresoja shumë që publiku shqiptar do i vlerësonte të tilla dhe jo për t'i dhënë një çmim të madh, pra jo për t'i votuar. Cili ka qenë momenti më sfidues emocionalisht? Momenti më sfidues emocionalisht ka qenë data 29 maj, kur kishte ditëlindjen djali im, edhe nuk erdhi aty, nuk pata mundësinë që t'ja festoja, kështu që më deshte t'ja festoja qoftë vetëm ose qoftë në darkë pranë mesnat, kur lajmërova që erdhi mesnata bashkë me fermerët e tjerë që i kënduam këngën, po ishte shumë sfiduese emocionalisht e gjithë data 29 maj. Po më sfidues fizikisht? Më sfidues fizikisht ka qenë momenti i sfidave, njërës prej sfidave, cila do. Edhe pse ishin relativisht të lehta, por ka qenë një sfidë sidomos që me anë të lugëve të gjellës duhet i mbushnim me ujë dhe duhet i mbushnim një kovë plot
që duhet të baraspeshonim një kohë tjetër. Ishte një sfidë shumë interesante, por që nuk ja dolim normalisht, po një dhimbje të mërshme krau edhe mesi. Bëre më shumë miq apo armiq në fermë? Në fermë u mendoj se bëra më shumë miq, por mbi të gjitha kontakte shumë të mira, pra duke parë vazhdimsinë se si do shkoj edhe pas fermës. Armiq, unë mendoj që unë personalisht nuk bëra, por në rast se më ka bërë dikush akoma edhe më mirë. Kështu që nuk kam koment për punën e armiqve. Mes Andreas dhe Anduelit, cilin nuk do të kishe kur mik? Po, të them drejtën, duke marrë parasysh faktin që ato dolën karakteret e tyre se si janë në të vërtetë, që në fillim të lojës, mendoj që asnjërin prej të dyve nuk do i kisha kur mik, edhe pse kur mos thoj kur. Jeta është e gjatë, mbase mund na bashkojnë në një bashkëpunim, le të themi, në koncerte ose diçka, po jo më shumë se sa aq. Pas daljes, cili të ka zhgënjur më shumë dhe pse? Mbase nga deklaratat e tyre. Pas daljes asnjë nuk ka zhgënjur, tek gjithë i prisja ato deklarata që ato kanë dhënë, them drejtën. Thjesht isha i përgatitur që të mos zhgënjesha nga askush, vetë fakti që isha vetë individ, hyra vetë në atë lojë edhe pretendoja që ta fitoja po i vetëm, pra nuk isha ndonjë aleancë të lidhur ngushtë ose premtim mes fermerëve të tjerë që të më ndihmonin lojën time as pak. Thjesht nuk jam zhgënjur, u mësova që të mos zhgënjesha në atë lojë. Si mendon se ka ndikuar ky reality show në perceptimin e publikut për ty, për një artist? Duke marrë parasysh edhe komentet, të cilat ishin kryesisht pozitive, unë shpresoj shumë edhe uroj shumë që të jetë vërtet fakti që tek unë kanë gjetur një zgjidhje tjetër alternative, sidomos për formate të tilla, pra për reality show, që nuk është e thënë që të jesh i egër apo të kesh një histeri të papar apo nuk e di çfarë, apo të jesh një strateg që të përdorësh mjetin për cilin do mjet për qëllimin tënd. Thjesht mjafton fund ditës që të kesh edhe edukat, kulturë dhe qytetari, edhe mund ta fitosh, edhe mund të fitosh zemrat e njerëzve, edhe të masës. Pra mendoj që tek unë kam parë atë zgjidhjen tjetër. Dhe them se është mënyra më e dur për të fituar zemrat e publikut, edhe për të pasur një vazhdimsi dhe një gjatësi më të madhe. Kështu që ky kapitulli i Big Busters për treguar vetveten, mendoj që ishte më i suksesshëm. Çfarë note do t'i vendosje vetes në punët në fermë? Atëherë, në punët në fermë, gjithmonë i kam bërë, por kur nuk i kam bërtitur. Pra që të them kam bërë këtë, edhe pse kur nuk u zgjodha si i preferuari i fermerëve të tjerë, le të themi për punët, por kjo ka ndikuar shumë në mospërqimin e strategjisë time të lojës. Por them drejtën, do doja shumë që t'i vija notën 10 për punët që unë i bëja. Kjo jo për faktin se unë i bëja punët në mënyrë perfekte, por duhet kuptojmë që unë vi nga betoni, unë vi nga qendra, nga kryeqyteti, dhe nuk kam patur eksperjenca në fermë më përpara ose me kafshët, pra blegtori, bujqësi, nuk kam patur asnjëherë. Dhe vetë fakti që u ambientova shumë shpejt për t'i bërë ato punë, mendoj që është një arritje shumë e madhe dhe jam shumë krenar për këtë pjesë. Kur ishe në fermë, kishe humbur gjyshen, kishit një lidhje të veçantë, speciale? Po, humbja e gjyshes time, e cila mu lajmërua fill pasi mbarova spektaklin, ishte dormusa, të them drejtën. E kisha para ndjerë, kur erdhi mami me babin tim që të më vizitonin, kur e pash mamin tim veshur me zeza, edhe pse ajo nuk e pranoi, por gjithsesi kisha shpresa. Nona më ka rritur, dhe do doja minimalisht që ti isha pranë saj, pra momentin kur ajo ndroi jetë, po nuk ishte shkruar, ishte një vendim i babait tim edhe mamit tim që të mos më tregonin asgjë. Kjo për vetë faktin se të shkuarën time aty të ferma e shikonin, jo vetëm unë, po edhe ato e shikonin si një mision që për të përcjellë atë energjinë pozitive, që me sa duket pas ka qenë shumë e nevojshme, por sakrifica që pësova ishte shumë e madhe. Me humbjen e gjyshes ishte sakrificë tejet madhore. Në fermë, cila ka qenë puna e preferuar dhe ajo që mezi e bëje? Puna e preferuar në fermë ka qenë të shkoja në stall,
që do merrem në kafshë, është e çuditshme, por është e vërtet, më jep një energji shumë të bukur. Një energji të jashtëzakonshme ato kafshë, sepse me kalimin e kohës ato edhe u mësuan me mua, dilnin, më ndiqnin nga prapa, patjetër për faktin se unë i jepja ushqim. Po jep një dashuri të jashtëzakonshme, më lejoni që ti përkëdhelja. Ishte shumë bukur. Kurse puna që urreja më shumë ti, mbase për të kositur barin, edhe prandaj nuk e kam bërë asnjëherë atë lloj pune aty, prandaj e kam bërë gjithmonë tjerë. Groshët e tua të fakirit u bën të famshme. Si ishte të jetosh në ato kushte? Atëherë, të them drejtën, puna e fakirit ishte pak triki në vetvete. Pse? Sepse unë kisha qejf që shkoja te fakiri, shpeshherë, kjo për faktin se isha më independent, pra kisha mundësi që të bëja, le të themi, kisha atë lirinë time, pavarësisht se kushtet ishin më të limituara, duhet gatuaja ato groshet e famshme që i bëra sipas recetës së mamit tim, pra as i shkencë, por në fund ditës prap dolen sipas mamit tim. Thjesht isha i gatshëm për të bërë ato sakrificën të ushqimi, bukë, djath, whatever, çfarëdo që kishte aty, por ajo që ishte më e rëndësishme është se banjën të paktën e kisha të pastër aty, edhe ishte kushti kryesor që kisha për veten time. Doja një banjë të pastër edhe fakiri më afronte këtë mundësinë. Big Basta, si ka ndryshuar muzika jote ndër këto vite? Atëherë, muzika ime në këto vite, përveç cilësisë, ka ndryshuar edhe në përcjelljen e misionet që kam, pra që t'i jap energji pozitive. Para se t'u bëja pjesë të Ferma VIP, kam patur disa projekte, pra le të themi, kam patur pjesëmarrjen time në festival me Vesën, me këngën Binaturale, e cila i dedikohet familjes, edhe një energji shumë të madhe se si e shikojmë Shqipërinë në një të ardhme të afërt që të jetë e ndritur edhe pjesë e familjes europiane, por pastaj pata një fushat e cila ju dedikoi krejtësisht kundra dhunës, kundra armëve, sidomos në moshat e adoleshencës. Dhe më pas pata bashkëpunimin me Lyrical Sun dhe MC Kreshen, Tim Ke Braktis, një rikthim i identitetit të vjetër shqiptar, me këngën e parë, me tangon e parë shqiptare nga Rudolf Samolla. Pra thjesht kam forcuar shumë identitetin e shqiptarëve duke marrë ato këngët e vjetra, kam dhënë zë shumë mesazheve sensibilizuese si kundra armëve dhe gjithashtu kam kënduar për një shpresë shumë më të madhe. Pra, thjesht misioni im është zgjeruar shumë më shumë, të paktën në këtë krijimtarinë e fundit. Sa dhe si ndikon Vesa në krijimtarinë tënde artistike? Vesa ndikon shumë, edhe ja di për faleminderit të them drejtën, dhe Vesa qoftë edhe me prezencën e saj që ka për krah meje, më jep një frymëzim shumë të madh. Plus pastaj fakti që ajo duke dëshiruar më të mirën për punët e mia, pra për karrierën time, ajo gjithmonë ka qenë një suport i jashtëzakonshëm. Dhe nuk kam fjalë se si ta falenderoj apo se si ta përshkruaj atë lloj suporti. A keni ndonjë projekt të ri së bashku, të dy? Them se po, them se kemi disa projekte së bashku, por tani ajo që është më kryesorja është një javësh minimalisht pushim ne si familje, unë, Vesa dhe djali, edhe pastaj do rikthehemi jetës së studios edhe të punëve tjera. Si është balancuar jeta në çift kur të dy jeni figura publike, të dy artistë aktiv? Unë mendoj që jeta në çift ka për bazë dashurinë, respektin, edhe ne të dyja këto i kemi për njëri tjetrin, kjo është balanca natyrale që ne kemi me njëri tjetrin. Prandaj nuk kam një shpjegim real se si, thjesht mjafton që të kemi besim, të kemi respekt për njëri tjetrin, edhe dashuria është vetvetiu, plus kemi edhe produktin e dashurisë tonë që na ndihmon sado si do që të kemi një balancë perfekte. Djali juaj po rritet në një ambient artistësh, a ka shfaqur në një prirje drejt artit? Po, është e vërtet, Lian ka një prirje të jashtëzakonshme, ai di të bie pianos, ai di të bie baterisë, por nga krau tjetër dhe ndihmon mua shumë me tekstet. Pra, kur unë shkruaj, ai vjen në një varg ekstra nga ana e tij dhe më frymëzon shumë. Cilat janë disa nga vlerat më të rëndësishme që jeni përpjekur t'i mësoni atij? Të duash të vendosësh familjen mbi gjithçka edhe të mos gënjesh.
Këto janë tre vlerat kryesore. T'jeti sinqert, ajo është më kryesorja. Sepse gjithmonë, sa do e vërteta vonon, për prapë nuk arron, edhe Liani e di këtë pjesën. Pra të punojmë si një grup, si familje, është shumë e rëndësishme, edhe ai e di këtë pjesën.